Vazhdoj. Dhe, thuaj, atë e shpalli me të vërtet shpirti i shejt nga Zoti yt për t'i forcuar edhe më tepër ata që kanë besuar, si edhe të jetë udhërofyes si hariq për të gjithë muslimanët. Ne e dim mirë se ata thonë, e mëson atë ndonjë njeri, gjuha për të cilën mendojnë t'ia veshin atij është e huaj, kurse kjo gjuha e Kuranit është gjuhë e qartë, gjuhë arabe. Ata të cilët nuk besojnë në argumentet e Allahut, Allahu nuk do t'i drejtojë në rrugë të drejtë. Ata i prejt vuajtje e padurueshme. Pa dyshim tërillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk besojnë argumenteve të Allahut, e ata janë gënjeshtarët. Atë i cili mohon Allahun pasi që i ka besuar vetëm nëse është i shtrënguar të bëjë gjë të tillë, por që zemra e tij është e bindur në besim, si dhe atë që ja ka hapur zemrën mosbesimit e pret hidhërimi i Allahut, dhe ata kanë dënim shumë të madh, nga se më tepër e duan jetën e kësaj bote se sa në botën tjetër. Kurse Allahu nuk drejton në rrugë të drejtë popullin që nuk beson. Ata janë të atillë, zemrat e të cilëve edhe veshët edhe sytë, Allahu i ka vullosur dhe ata janë të pakujdesshëm. Nuk ka dyshim se ata në botën tjetër do të jenë të humbur. Pastaj Zoti yt atyre të cilëve u shpërngulën pasi që kanë qenë të maltretuar, e mandej luftojnë dhe çdo gjë me durime përballojnë, Zoti yt pas tërë asaj do t'i falë dhe do të jetë shumë i mëshirshëm. Ditën kur secili njeri do të kujdeset vetëm për vete, pra as për fëmin tënd s'ke me u kujdes, dhe në të cilën ditë secili njeri do të jepet shpërblimi për çka kanë punuar dhe nuk do të bëhet padrejtësi. Allahu sjell si shembull një qytet i cili ishte i sigurt dhe i qetë që i vinte ushqimi me shumicë nga çdo anë, por i mohoi dhuntitë e Allahut. Prandaj Allahu për shkak të veprimit të tij i bëri të shijojnë urinë dhe tmerrin. Edhe atyre u erdhën një profet nga mesi i tyre, por ata e quajtën arrenacak. Andaj i përfshiu dënimi se ishin të padrejtë. Hani nga ushqimet e mira të lejuara që adhuron Allahu dhe jeni mirënjohës Allahut për dhuntitë e tij në qoftë se i faleni vetëm Allahut. Ai juve ju ka ndaluar coftinat, gjakun, mishin e derrit, por edhe atë që është e prerë, jo në emër të Allahut, por të ndonjë zoti tjetër, por ati i cili është i detyruar, jo nga dëshira, por vetëm sa për ta shuajtur urinë, ani, Allahu fal dhe është shumë i mëshirshëm. Tani këtu me një verset tjetër thotë dhe hani ushqimet e të krishterëve. Por në këtë verset tregon se nuk duhet hanë ushqimet e atyre që e i prejnë kafshën këtu tamam për kafshën përdoret, për mishin e kafshës, pra që i prejnë ato jo në emër të Allahut apo edhe në emër të dikujt tjetër, në emër të birit të prifti, në emër të birit të atit e tjera. Pra, për atë arsye në botën islame kanë mish halal, por edhe në botën moderne, në Evropë, në kudo që shkoni në Amerikë, çdo vend ku jetojnë muslimanët, ata kanë halal mishin halal, sepse nuk guxojnë ata me prej në oborrët e tyre pa qenë inspektuar nga inspekcioni, apo në për këto vaskat në për banjo për para kanë prej, s'kan pas oborre e tjera, pra për atë arsye duhet me respektu ligjin atij vendit dhe mishi duhet me qenë
strikt vetëm në emër të Allahut i prerë, e jo në emër të dikujt tjetër. Dhe me gjuhët tuaja mos flisni të pavërtetat. Kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar. Kujdes çka flet me gjuhën tënde, me qëllim që të përhapni të pavërteta për Allahun. Ata të cilët shpifin gënjeshtra ndaj Allahut nuk do të shpëtojnë. Pak do të kënaqen, por i pret dënimi dhëmshëm. Ebrejve ua kemi ndaluar atë për çka të kemi treguar më herët. Ne atyre nuk u kemi bërë padrejtësi, por ata i kanë bërë padrejtësi vetvetes. Hebrejve Zoti i ka shndruar në derë edhe në majmuna. Në versetin 67, nëse s'gaboj, në surën Bekare, edhe në surën Al Imran, ku i quhen hebrejt edhe si shtunakët. Shtunakët, Zoti i thotë, na i kemi ndaluar o Muhammed, ma përpara të kemi treguar, thotë, që atyre i kemi ndaluar disa gjëra, por ata nuk kanë qenë të dëgjueshëm. Prandaj edhe i kemi ndëshkuar, i kemi shndruar në derë edhe në majmuna. Prandaj edhe te jahudit është rreptësisht e ndaluar mishi i derrit. Ndërka që për fat të keq, majmuna mundeni me gjetë në vendin më të shenjtë në Mekë, në Gjebelun Nur, në malin e dritës, Gjebelun Nur, pra, ku aty është edhe shpella Hira, ku profeti Muhammed kanë denjur 40 ditë, ndërka që gjatë këtyre 40 ditëve, Imam Aliu çdo 2-3 ditë ka zbritur në Mekë për të marrë ushqim, për të ushqyer brenda atyre 40 ditëve ku profetit për herë të parë i zbret fjala e Zotit, kontakti me Gjebrailin, melekun Gjebrail. Dhe kur kam qenë unë 95 në Haxh, besoni aty kishte shumë majmuna. Në muajet malit majmunat, por këto janë gjithmonë dihet politikat e jahudive, që ty mos me të lënë me ndi atë kënaqësinë, atë frymëzimin, kur shkon te shpella Hira, e cila është vetëm kështu sa një qoshe e dhomës, edhe aty rrin një plak, edhe me një teslicë të vogël, që kanë të vogël, ti jepja do copat gurit, për ata që nuk janë të flustruar, me thonë, bidat, edhe unë e kam marrë atë copën e gurit, si kujtim, në shpellën Hira. Dhe aty, pra, para se me shku te shpella Hira, janë 2 shkëmbinje, shpinë për shpinë, dhe ata që kanë qenë më të dopt, për shembull unë moshën 27 vjeçare kam shku aty, kemi mund me hy një 10 metra midis 2 shkëmbinjeve. Dhe aty çfarë ndjenje e bukur ishte, sepse ti e din që aty ka hyrë dhe profeti dhe kanë prek durët e tia, kanë prek komt e tia, sepse me kemi dinë këtë asfalte kanë bo, s'ka monumente historike. Dhe pasi të kaloj shprej këtynve 2 shkëmbinjeve, aty është në qoshe shpella Hira. Dhe prej shpellës Hira, mali më i lartë, shihet tamam Qabeja, edhe pse tash janë ndërtu ato ndërtesat me arkitektat jahudive. Por fati më i keq edhe i zi është që në ku kanë gjetë majmuna me çu në malin Hira, se që është rrezikshëm janë ata të kapen në për trup, sa që mundesh edhe me ra prej shkëmbinjeve me meti vdekun. Po muslimanët e pavetdijshëm qeshen luajn hajgare me këta majmunat, në vend se me shku me frymëzu, por nëse nuk e besoni, shkrune Mountain Hira and monkeys in Gjebelun Nur. Monkeys, majmunat në malin Mountain Hira, apo Gjebelun Nur. Shkrune kështu, pra keni me pa që majmunat aty i keni, kushdo që shkon me vizitu Gjebelun Nur, vendin ku i ka zbrit Kurani për herë të parë, edhe një faqen e kanë met. Pastaj atyre që bëjnë ndonjë vepër të keqe nga mosdia, e mandej pendohen dhe përmisohen, Zoti yt pas asaj me siguri do t'u afal. Është shumë i mëshirshëm. Ti kur e bën një vepër të keqe, vetëm pse tu ka prish zemra,
pse e bona, vetëm që kjo, kjo është pendimi. E lene mo ti me kërku, o Zot, falem bre se më duket gabova me personin tjetër, me telefonata, apo ja shkruva diçka e tjera. Ibrahimi ka qenë një mendje për ullur ndaj Allahut, besimtari vërtet, nuk ka qenë prej mos besimtarve. Mirënjohës për dhuntin e ti, ai e ka zgjedhë atë dhe e ka nxjerrë në rrugë të drejtë. Dhe ne I kemi dhënë të mira në këtë botë, kurse ai edhe në botën tjetër pa dyshim do të jetë prej të mirëve. Pastaj ty të kemi shpallur, paso fenë e Ibrahimit, tash Zoti I thot profetit Muhammed, por edhe neve na thot. Pastaj ty të kemi shpallur, paso fenë e Ibrahimit, fenë e drejtë, se ai nuk ka qenë nga politeistët. Festimi I të shtunës, që pra, po kthehemi prapë shtuna, po përmendet disa herë, që ka të bëjë me jahudit. Festimi I të shtunës u është caktuar atyre të cilët kanë pasur mendime të kundërta për kitazim me atë, dhe Zoti yt në ditën e gjykimit ata do të gjykojë për shkak të përçarjes. Pra, ditën e shtunë, Jevrejt e kanë ditën e pendimit, edhe e kanë ditë që pasi të pendosh është si fest, si festim. Ndërka që të krishterët e kanë ditën e diell, ndërka që na muslimanët e kemi dita e fest e javës është dita e xuma. Pra po përmendën shtunakët edhe jevrejt. Thirr në rrugën e Zotit tënd, me urtësi dhe këshillime të mira, dhe diskuto me ata në mënyrë më të mirë. Zoti yt I di më mirë ata që kanë humbur rrugën e tij, dhe ai I di më mirë ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse duani të merrni hak, atëherë bëni atë vetëm aq sa u është bërë juve, por nëse duroni, kjo është me të vërtet më mirë për durimtarët. Pra, me fe islamen, hakmarrja është pjesë e jetës. Nëse ty për shembull kanë qenë falja e xhaxheve me Anton Çetën e tjera, ka pas raste I kam pa do video ku njerëzit nuk kanë dashur me ia fal xhakun. Shqiptari, bile I krishter, familje krishtere ka qenë, që nuk ka dashur me ia fal xhakun, dhe Anton Çeta tamam shihet se si ja imponon njerëzve me bo faljen e xhaxheve. Mirë po, ja që Kurani na thot që jetën e keni në hakmarrje. Merre me mend tash mu dikush me ma myt burrin edhe unë me ja fal. Normal që nuk ja fal. Ligjin ndoshta nuk ja kisha fal kur. Di se është burri im, është fati im, është babai I fëmijëve të mi, dhe normal që nuk ja kisha fal xhakun. Por jo që unë do të kisha shku me më hakmar vetë, po kisha kërku nga ligji që hakmarjen me bo, por në mënyrë thotë aq sa ju kanë bo. Por ka raste, thotë Zoti, po ma mira për juve me kompenzu. Nëse për shembull burrin tim ma kanë mytë në moshën 40 vjeçare, dhe ai ka pas të ardhura 1.000 euro, shembull po e bëj mujore, dhe unë I kam fëmijët e vegjël, nëse dëshiron zotnia që ma ka myt burrin tim për mos me mbyt shteti, se hakmarrja shkon njësojnë që se ke myt të mbysin, atëherë ai duhet me ja pruni të ardhur në shtëpi derisa fëmijët e mi të bëhen të moshëritur e kështu me radhë. Prandaj edhe të shqiptarët unë kam pas një rast ku një këshikës tonë ja patën myt burrin, dhe ajo ishte e re, 37 vjeçare me 3 fëmijë e tij, dhe për m'ja fal në atë kohë, u desht m'ja fal, xhakun ja fali, e boni një burg shumë pak vite, mirë po për arsye se oda e burrave e mshtjelli disi muhabetin kinse se ka bo me dëshire, etjera, mirë po oda e burrave ja pa caktu asaj zojës, këshikës tonë, që ky vrasësi ta mirëmbaj familjen e të vrarit, derisa fëmia më I vogël të bëhet I moshëritur, 18 vjeçar.
Por ky vrasësi I cili në një mosmarrëveshje e kishte bë, jo vetëm që ja kishte shkollu fëmijët e vet sipas odës burrave ku aty ishin hoxhallarët në atë kohë, sepse hakëmarrje e kemi jetën, a çka më bëm, po ma me dikush burrin edhe hajt po ja fali. Kështu s'nalet. Vrasjet nuk nalen pa u shku vrasja për vrasje. Madje edhe në Amerikë keni ligjet që për vrasje dënohesh me vrasje e tjera, se dihet Amerika I ka 53 shtete nëse s'gaboj. Kështu që ky zotëria që e ka vra personin tjetër, jo vetëm që I shkolloi fëmijët, mirë po edhe pastaj I punësoi në firmën e vet dhe u bën gati si një familje, se normal dalin problem. Pra, Zoti thot me kompenzu, por nëse nuk mundesh me kompenzu, atëherë është më mirë për juve me ja fal. Mos me nejt në hakmarrje, po vetëm edhe ligjet e Zotit ekzistojnë, sepse në hakmarrje kemi jetën. Vazhdojmë. Je I durueshëm, por I durueshëm do të jesh vetëm me ndihmën e Allahut. Dhe mos të vi keq për ata, as mos të vi rënd nga kurthat e tyre. Pra, kur është në pyetje, hakun me ja marr, mos të vi keq. As mos të vi rënd që ti kanë bë këto kurtha ty. Sepse Zoti me një verset kuranor thot, ti bohu I drejt, ti bohu I mirë, ti bohu I mirë, I drejt, mas shumë të përmend, dhe thot, ani se të tjerët të bëjnë, I sinqert, ty të bëjnë kurtha, drejtësia e Zotit do t'jetë e tillë që kurthat e tyre do t'ja përplas për fytyrë. Nuk jo më ka ndodh në jetën time me paraburgimin e tjera. Allahu është me të vërtet në anën atyre të cilët friksohen dhe largohen prej mëkateve dhe në anën atyre që bëjnë vepra të mira, janë bëmirës. Sadaqallahul aliyyul azim. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Me kaq të nderuar miq, përfunduam edhe gjyzin e 14 të Kuranit të lartësuar. Të martën e ardhshme do të vazhdojmë me gjyzin e 15 të Kuranit në këtë orë mësimi në shkollën e diturive kuranore. Dhash Zoti që zemrat e tona të na paqërohen, të na qetësohen me këto fjalë, me këto lexime në gjuhën arabe, shpirti të na lartësohet, si dhe me këto fjalë në gjuhën shqipe, mendjet tona të na ndriçohen dhe lutjet të na pranohen, sepse profeti na ka mësuar, gjerisa është Kurani I hapur, ne kemi Kuranin e hapur, është I hapur edhe ky zëri im që është në dhumat e juaja. Prandaj lutemi, e lutim Zotin së bashku që Zoti të na pranoj lutjet tona, të na pranoj pendimet tona. Estakfirullah wa atubu ilejk. Pendohem o Zot, ty të drejtohem. Estakfirullah wa atubu ilejk. Estakfirullah wa atubu ilejk. Pendohem o Allah dhe ty të drejtohem. Nuk mundemi na me shku drejtit e lutja me kërku diçka, por paraprakisht duhet të pendohemi, të mbyllim syt, të bashkëbisedojmë, zoni janë të tingëllon të hy në çdo vend të trupit ton. Përmes frymarrjes ta lëvizim çdo qelis të trupit ton, prej majeve të këmbës deri në mendjen ton, të kërkojmë pendim prej Zotit për çdo punë të ditur e të paditur, për çdo gabim që kemi bërë, për çdo mëkat, për çdo gjuna, e pastaj të falenderojmë o Zot që na ke mundësuar që sot të jemi këtu në këtë live dhe ta dëgjojmë fjalën tënde, të falenderojmë o Zot, na mundëso që fjalët e tua të na ndriçojnë mendjen tonë, të
të na ndriçojnë fytyrat tona, të na zbukurojnë fytyrat tona. Allah na mundëso që fjalët e tua, ky Kurani Kerim që kemi lexuar në gjuhën shqipe, të jetë vepër adhurimi për neve. Ja Allah, faleminderit prej teje që ti të na mundësosh që ky Kurani Kerim të jetë peshë rond në peshorët tona, me fjalë në peshorët tona që të jetë një vepër adhurimi që ne sot e kemi realizu brenda kësaj një ore me datën 16/06/2026. Dhash Zoti që gjithë të shtypurit në botë Allahu Gjeleshanu t'i jep lirin, paqen, t'ja jep gëzimin njerëzve, sidomos atyre në Palestinë, në Liban dhe në Iran. Dhe të gjithë atyre që ngrisin zërin e tyre për kundër arrogancës, kundër padrejtësisë, Allahu Gjeleshanu t'ja forcoj kambat e tyre në protestat që cilat momentalisht janë duke ndodhë në Tiranë. Une e falenderoj Zotin që ma mundësoj të jem pjesëmarrëse në këtë protest dhe të jem me të shtypurit, vllaznit e tonë shqiptar, kudo anë mban botës që të gjithë janë duke shkuar në Tiranë, në Shqipëri, për ta ngritur zërin, sepse na jemi një popull shqiptar, për ta ngritur zërin kundër shtypsve, zullumçarëve, të cilët nuk e çmojnë tokën e tyre dhe ja shesin të huajve në vend se t'ja shesin vetë shqiptarit, madje edhe ta falin. Nëse kemi na nevojë për resurse turistike, na kemi shumë milionera, miliardera musliman shqiptar të krishterë, të cilët Shqipërinë e kanë nënën, tokën nën, pra e kanë më mëdhe, e jo të na vinë të huajt nga Katari, nga Saudia, apo nga Izraili, apo Amerika. Prandaj, falenderoj Zotit që kisha mundësin të jem pjesë në këtë protest, të ngris zërin tim kundër padrejtësisë, sepse një njeri i cili nuk brengoset për problemet generale të njerëzimit, sidomos të popullit tem shqiptar, atëherë nuk ja vlen veten as ta quhen njeri. Ndoshta zëri jem ka qenë shumë i vogël me një plakat që e kam shkruar nga shpirti im, mirë po unë shumë besoj se para Zotit e kam kryer një obligim qytetar, kombëtar, njerëzor, që kam dalë në protest për kundër zullumçarëve, e kam ngrit zërin tim dhe këtë e kam dëshmi së paku para Zotit, edhe pse parola ime ishte shumë inkurajuese për ata që e lexonin dhe disa më thanë, kjo parolë po rjedh nga mendja jote e pastër, edhe i pëlqente shumë njerëzve, unë e pata shkryt kështu, pra nuk s'ka lindje, s'ka perëndim, pra jo lindjes, jo perëndimit, sepse këto investimet po bëhen prej Arabisë, prej Katarit, prej në lindjes pra Izraelit, Amerikës. S'ka lindje, jo lindjes, jo perëndimit, paqja me drejtësi është bekim për Shqipëri. Kështu pra ishte ajo parola ime që e kam shkruajt nga zemra ime dhe është fotografu e tjera, po me rëndësi është që fotografu për Allahut dhe unë e kam dëshmi. Prandaj çdo kush që keni mundësi duhet me ngrit zërin, sepse ata janë vllazërit edhe motrat e tona shqiptare dhe ne kemi obligim ta ruajmë atë dhejun ton, dhash Zoti që të bëjmë bashkimin kombëtar, sepse neve profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka mësuar se pa atë dheu thot është ibadu din, është pjesë e besimit. Nëse pa atë dhe, ndërka që rilindasit tonë kanë thënë,
pa dhe nuk ka fe. Unë e tham, pas Zot nuk ka atë dhe. Prandaj duhet të jemi edhe të fort, të besueshëm në Zotin, që Zoti thot nuk e ndryshoj gjendjen e juaj derisa ju nuk ndryshoni. Prandaj fal Zotit që me vite 3-4 dekada që nga 1995, pra pothuajse 4 dekada populli është duke përjetu lloj poshtrime nga politikat e ndryshme, dhe besoj që i ka fundi, sepse kur një popull vetë djesohet dhe ndërgjetësohet për një gjë e cila është e keqe për kombin e vet, për vendin e vet, për pasardhësit e tyre, atëherë thotë kur është i vetëdijshëm edhe kur është i ndërgjetshëm se çka ka mi ndodh pasardhësve të tyre, se kemi shembull në Palestinën, të cilët ja kanë shit tokat e pastaj vetë e dini si është gjendja e Palestinës sot. Prandaj kur një popull vetëdijsohet edhe ndërgjetësohet për një çështje, atëherë s'ka edhe fuqit më të mëdha do t'i rrëzon për toke. Kjo është premtimi i njerëzve të mëdhej, sepse njeriu i ka fuqitë e veta të mbrendshme, të cilat kur ato ngacmohen, kur vetëdijsohen, kur dalin jashtë, ato bëjnë çmos. Fjala e popullit është si fjalë e Zotit. Sidomos sepse Zoti thot, unë jam me të shtypurit. Ndërkaq zullumçarët, lanetullahi ala dhalimin. Mallkimi i Zotit qoftë për mbi zullumçarët. Në një rast tjetër, profeti na mëson se një njeri i cili thotë e ka marrë një pozitë, qoftë i Zoti shtëpisë, zoja shtëpisë, e ka një pozitë në familje, apo një person i ka marrë votat, e ka një pozitë në shoqëri, apo një hoxhë ka një pozitë, ka një diplomë, edhe e ka marrë një punë, një pozitë në xhami, apo në shoqëni, apo në parlament, të në fillova prej shtëpisë, dhe e ke çpërdor pozitën e tij, Allahu thot, nuk kam ja marrë shpirtin, pa ja marrë fytyrën e tij. Prandaj keni kujdes se prej brenda familjes duhet me qenë baba i mrekullueshëm. Baba që nuk bën padrejtësi te asnjë fëmijë, me asnjë fjalë të rëndë nuk e një babë i cili edhe nëse nuk është i kënaqur me vlatin e vet, ai i ngren durt edhe e lut Zotin, sepse prindërit sot janë si me thonë, janë me një gjendje jo të lakmueshme për rinin, sepse nuk jemi të kënaqur me ta. Mirë po, na kemi përgjegjësi për këtë. Normal, kemi përgjegjësi deri në moshën 17-18 vjeçare, që na duhet, sidomos më të vegjël, na duhet me qenë shembull për ta, me veprat e tona, mos me rrejt, mos me mashtru, mos me shajt, mos me bërtit, mos me rraf, e tjera. E pastaj nëse fëmia mas moshës 18-20 vjeçare, nëse na si prindër nuk kemi punu për fëmijët e tonë, për shembull ti s'mundesh mi thon djalit mos shko në për ato disko klubet, apo në për ato vendet ku përdoret alkoholi, apo droga, apo gjëra tjera, apo ku ta di unë, atë fëmija thot në për koncertet që janë degenerim, jo çdo njëri koncert është degenerim, po shumica prej tyre. Atëherë nëse ti fëmijës tënde nuk i ke dhënë ndonjë alternativë më të mirë, atëherë nuk të hecë edhe fjala jote. Si për shembull, nëse ti vajzën e ke që nuk dëshiron për shembull me ju pa trupi saj me bikini, me shku në për bazen, na kemi këtu një pishin në Prishtinë nga e kemi nga kjo gërmia, dhe aty nëse aty shkojnë pothuajse 99% komplet lakuriç. Nëse ti si prind nuk ja ke dhënë një alternativë, nuk e ke gjetë një mënyrë tjetër ku me shku vajza jote për me zhvillu notin, për me zhvillu një aktivitet, atëherë normal që ti
ti kime dhënë pak përgjegjësi për ato, përgjegjësi kolektive, por prap nas duhet me i humb shpresat sepse duhet me eduku sa të mundemi derisa të bëhen të moshëritur dhe pastaj vetëm me ju lut Zotit që me i rujt Zoti prej rrugës keqe, prej shejtanit mallkuar dhe hidajeti, udhëzimi është vetëm prej Zotit. Prandaj kur nas duhet me humb shpresën sepse në xhenet kemi me pas të gjitha gjërat çka i kemi dëshirë, çka duam, çka të kërkojmë prej Zotit, na kemi me pas. Kështu që nëse një babë është i devotshëm, është i përkushtuar Zotit dhe fiton xhenetin, ai baba, jo nan, ka me u bo shkaktare, ka me u bo sebeb që me kërku në botën tjetër, me thonë, o Zot, e di që fëmijët e mi, ndoshta s'kan qenë të udhëzuar, s'kan qenë të bindur fjalës tënde, s'kan qenë të ndëgjueshëm, po kanë qenë besimtar. Prandaj o Zot, të lutem, ma plotëso këtë dëshirë, e në botën tjetër s'ka dëshirë pa të plotësuar, kështu që urojmë që të gjithë familjarisht të kënaqemi në xhenetet e Zotit ku ka fillim e s'ka mbarim. Me kaq pra të nderuar miq, e përfunduam këtë orë në shkollën e ditorive kuranore. Shihemi radhëve tjera, mos pritoni, bëni subscribe, shkruni komente, bëni follow, shpërndajeni njerëzve tjerë që ta dëgjojnë edhe ata fjalën e Zotit dhe na jemi vetëm shërbëtor në këtë rrugë. Nëse kemi gabime, atëherë ato janë nga vogëlsia ime që aq kam mundësi me pas njohuri, po nëse kemi fjalë të mira, kemi njohuri të mëdha që ju japim juve, ato janë nga madhështia e Zotit. Dhe ka unë jam vetëm në shërbim në rrugën e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.